Zjarri në landfillin e Elbasanit vijon të jetë aktiv që prej mesditës së të martës. Kjo situatë është kthyer shumë shqetësuese për banorët e zonës, të cilët janë mbuluar nga tymi i djegjes së mbetjeve. Vatra vijon ende të jetë aktive në thellësinë e masës së mbetjeve, ndërsa re të mëdha tymi toksik vijojnë të dalin mbi qytet. Për të përballuar situatën kritike, u angazhuan 15 mjete zjarrfikse dhe mbi 100 efektiv nga të gjitha bashkitë e qarkut të Elbasanit, si dhe forca ndihmëse nga Kamza, Tirana dhe Berati. Sipas drejtorit të përgjithshëm të zjarrfikses Arben Cara, ndërhyrja në landfill është e vështirë për shkak të përmasave të mbetjeve, lëndëve të djegshme dhe temperaturave të larta në thellësi. Elbasani ka një incenerator i cili duhet të ishte funksional, por për shkak të korrupsionit masiv dhe vjedhjes, ky incenerator është thjesht një kazan me naftë që kërkon miliona euro shtesë për të funksionuar. Korrupsioni që është bërë dhe vjedhja rëndon sot mbi qytetarët, të cilët paguajnë para për mbetjet, të cilave ju është vënë zjarri dhe sot duhet të përballen me këtë situatë që mbi të gjitha vë në rrezik shëndetin e tyre.